është i vetmi djali, ka 4 motra. Kam i bani operim në gojë në Turki, në dur, edhe në boshtin korrizore ka një pjesë me laser kanë mja bo. Shumë qa që madhe s'po mundu mi përbalu, kushton 65.000 euro. Jemi në dumnisë të poshtme të komunës së Vushtrisë, ku zotri Lazi kërkon ndihmë për djalin e tij të sëmur, pasi që të ardhurat e tij nuk i mjaftojnë për ta dërguar për shërim jashtë vendit. Ne do të shohim në kronikën në vazhdim se si mund të ndihmojnë qytetarët për këtë fëmijë të sëmur. Leoniti kam i bani operim në gojë në Turki, në dur, edhe në boshtin korrizore ka një pjesë me laser kanë mja bo. Mja myt një nerv që ka gjysmë paralizë, edhe shumë qa që madhe s'po mundu mi përbalu, kushton 65.000 euro. Djallit kam i bo intervenim në gojë, aty kam janë rru gjojve 2 pjesë, edhe masi që t'ja bojnë aty kam ja bo durët, mas durëve kena me në qëndru 3 muj dit në Turki në spital. Kam i veshje robotike për me shti me ecë, dykon 3 muj dit kena me qëndru aty, shumë është 65.000 euro, nuk po mundu m'ja dal vetën, pa ndimin e njerëzve, pa mirë sa. Do me thëmë, përveç këtyre intervenimeve që tash do t'i ketë djali, ka pasur intervenime edhe në të kaluarën, apo jo? Po, ka pas intervenime në kam. Dhe ka pasur sukses, më thatë? Po, në kam e ka pas me sukses e ka kry. Shpinë e kena bo vjetë në Shkup, tash një vjetë gati ka që kena bo, ka kry me sukses, tash t'i ka dhe që intervenimet e fundit edhe mendimin Allahit edhe ata njerë që na nimojnë, kam ja dalë. Leoniti kur ka qenë i vogël 2 vjetë e gjys, ka ecë dykon 15 metra, 20 metra, ka lëshu kama, për shumë majtë se ecë, po pak ma vonë, i shkum pak kam drejt, tani kena bo një operim në kam, ka po sukses, tani mas një kohë i është faq kjo gjysmë paraliza. Ka dhënë veti shpresë, është një djalë inteligjent, shkolla ka shku shumë bukur edhe mendojmë të armen me ndihmën e Zotit që ka me shku në kam veta dhe shkolla me vazhdu shkollën. Leonitin që normal që na mërzit gjithë mund kështu, po kur i na shku me ma shkollë, e kena nëzon të qajtë, kur i ka pa fëmin tjerë të ecë, të dalë jashtë, kjo s'ka mujt me vrapu dhe momenti ma i shtiri që kam, që kena nëzon në klasë të vetë të qajtë. Që e kom me shtira, me rama, kështu që. Edhe gjithmonë edhe këtu, kur të qesëm jashtë, këtu në pranvera, në verës, lujnë thëmija me tëpë të vllaznive, të pejshive, edhe shumë herë nëzojna i mosht edhe janë isë me qajta, s'mund me nga ma stupi, s'mund me... Leoniti ka shku në shkollën normale, ka shku shkolla shumë mirë, ka shku deri në 6-ën, tani ka ndërprej për shkak që lëndime të gojve që ka pas dhimbje, edhe tashti që kjo operim që të bëhet në gojë edhe në dur edhe që ato i veshët robotike, mjek në kanë dhënë shpresë të madhe shumë, që i ka me ecë, edhe është i vetmi djali, ka 4 motra,
edhe me ndimin e Allahut edhe gjuhën e bamirës aty shkolla e dalim krejt. Është e vështirë se kur u kom në shkollë, ka qenë shkollë, kena nxanë kur na shku shumë herë me marr kaçajt apo din. Kaçajt si ka pa fëmijë tjerë ka ngajnë, ka dalin shumë, po unë vetëm punoj anëtari familjes që jam. Kam 4 vajzat, ato janë shkollë, 2 janë në Vushtrri, 2 janë këtu në Katon. Edhe shoqja nuk punon për shkak gjendjes djalit, s'mundet me punu. I vetmi qështu i kom shkollu qikat edhe sa kom pas mundësi edhe djalit i kom nejt gati me të na mundësit.